Vllaznia vijon përgatitjet intensive për sezonin futbollistik 2026-2027. Duke nisur nga kjo e hënë, skuadra shkodrane është vendosur në qytetin e Pukës, ku do zhvillojë një fazë disa ditore stërvitore në kuadër të përgatitjeve për kampionatin e ri. Për veçancave stërvitore, stafi teknik ka planifikuar dhe zhvillimin e 2 ndeshjeve miqësore në stadiumin Ismail Xhamali, të cilat do t'i shërbejnë ekipit për të testuar gjendjen e lojtarëve dhe skema taktike përpara nisjes së sezonit. Ndërkohë, kuqeblut kanë zyrtarizuar edhe një përforcim të rëndësishëm në merkato. Adnard Mehmeti është lojtari më i ri i vllaznisë, pasi klubi shkodran ka arritur marrëveshje me Partizanin për transferimin e tij. Mehmeti konsiderohet një futbollist me cilësi dhe potencial që pritet të sjellë më shumë alternativa dhe forcë në organikën e trajnerit Martini. Klubi vllaznisë ka uruar mirëseardhjen mes fushorit të ri. Sa i përket afrimit të bërë javë më parë nga skuadra shkodrane të 25 vjeçarit, mbrojtësi të djathtë Bruno Brajković, ende për të nuk ka një vendim zyrtar. Në ndeshjet miqësore të zhvilluara, Brajković është aktivizuar shumë pak, ndërsa në testin e fundit ndaj Borrelit nuk u aktivizua për asnjë minutë. Megjithatë, ai ka udhëtuar drejt Pukës së bashku me pjesën tjetër të ekipit dhe duket se aty do të jetë edhe përgjigja përfundimtare për fatin e tij, nëse do të mbajë fanellën e vllaznisë apo do të largohet. Tek vllaznia, ndërkohë, fokusin kryesor e kanë tek sulmi. Aktualisht në repartin e avancuar, Martini ka në dispozicion vetëm Bekim Balajn dhe Daniel Perez, çka e bën të domosdoshme edhe afrimin e një tjetër lojtari për vijën e parë.